Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të shtunë një takim në Durrës me një përfaqësi të banorëve që kërkojnë pezullimin e projektit TID, pasi ky projekt parashikon shembjen e banesave të tyre pranë parkut arkeologjik. Takimi u zhvillua në ambientet e Bashkisë Durrës, ku ishte e pranishme edhe kryebashkiake Emiriana Sako, ndërsa banorët u futën nën kontrolle të rrepta sigurie. Pjesë e diskutimit kërkuan që të ishin edhe 2 deputetë demokratë, Iglit Sara dhe Arjan Doja, por kërkesat e tyre u refuzuan. Burime bëjnë me dije se takimi u zhvillua me tone të ashpra mes palëve. Pas përfundimit të takimit, kryeministri Rama u shpreh i prerë se banesa do të shemben, por shtoi se me banorët ishte dakordsuar vetëm për verifikimin e disa prej tyre që konsiderohen monumente kulture. Ai gjithashtu ironizoi kundërshtarët politik, duke ju referuar protestës që po zhvillohej jashtë ambienteve të bashkisë. Kemi folur rreth 2 orë gjysmë dhe ata e kanë hallin. Dhe me ta kemi folur dhe biseda ka qenë absolutisht konstruktive, me opinione ndryshme për konstruktive, ndërkohë që 35 të tjerë atje, që nuk përfaqësojnë as qytetin, as qytetarët, po përfaqësojnë vetëm hallin e një 80 kusur vjeçari të rrjedhur nga çdo lloj rruge të arsyes, krijojnë situata që janë qesharake dhe që tregojnë se ku është katandisur ajo farë partie. Kemi rënë dakord dhe se si do të shkojmë përpara, qoftë me atë verifikim nevojshëm për disa objekte që janë objekte që mund të kenë vlera të trashëgimisë kulturore, qoftë me disa variante për shpronësimin dhe dëshpërblimin. Kjo do të jetë rruga. Nuk do ketë prishje së shpejti? Jo, do ketë prishje, patjetër, projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore, të pretenduara dhe njëkohësisht dhe janë një grup i vogël shtëpish që nuk kanë marrë regjistrimin në hipotek, pavarësisht se janë aty prej shumë vitesh. Kështu që këto janë 2 problematika që do të shohim. Ndërsa Entela Koja, urbanistët dhe përfaqësuesve e banorëve, theksoi se revoltimi i tyre në takim ishte i nxitur nga arroganca e qeverisë që kombgulte në shembjen e banesave. Ajo bori thirrje që Bashkia e Durrësit të pezullojë çdo vendim për prishjen e banesave, pasi banorëve u është dërguar njoftimi për lirimin e tyre javën e ardhshme. A nuk jeni për rishikim të projektit, nuk jemi, do prishet çdo gjë, do bëhet çdo gjë, ne jemi këtu vetëm për t'ju dhënë alternativa çmimesh, opsione strimesh dhe objekte ku mund t'ju strehojmë. Të treja u mbajnë deri në fund. Gjatë bisedës, të gjithë ishin të acaruar që nga fakti që u fol në mënyrë të prerë. Dhe kur filluam t'i dëshmojmë objekte për aq sa i dëshmuan, objekte që kanë vlera arkitektonike historike, të cilat që çuditërisht nuk janë as në listën e shpronësimit, mendoni sa grave, tha, okay, këto raste do t'i shikoni. Pra i bjen që ata po rishikojnë diçka, por megjithatë, kryesorja që duhet të bëj kjo bashki dhe kjo administrat të anulloj të gjithë letrat, të gjithë vendimet e IKMT-s në mënyrë urgjente, ose njerëzit pasaj do t'jenë bashkë në çdo godinë që ta mbrojmë. Po su anulluan ato, asnjë fjalë që u tho sot nuk ka vlerë. Njerëzit janë shumë të pezmatuar nga fakti që nuk lejojnë opsionin e rishikimit të projektit të gabimeve. Vetëm me 2 raste që u treguan aty u dëshmua që këtu ka projekte që nuk janë studiuar si duhet, dhe ne kemi mbi 6 muaj që themi pikërisht këtë. Projekti TID ka shkaktuar protesta të vazhdueshme në Durrës dhe Tiranë nga përfaqësuesit e 74 familjeve të zonës historike, të cilët kanë kërkuar pezullimin e tij dhe janë drejtuar edhe institucioneve të drejtësisë.